nga rubrikat që ne kemi vendosur sjellim në podcast, kjo ishte mbas një procesi të gjatë të reflektimit, diskutimesh, idesh nga ana jon, ka qenë 10 komentet më interesante të javës. Pra, ne kemi vazhdimisht aktivitet në rrjetet sociale, njerëz që zemërohen, zihen me njëri tjetrin, por ka dhe komente shumë të rëndësishme që kjo dhe për të thënë që ne I lexojmë të gjitha komentet. Pra, nuk jemi nga këta gazetarë dhe nga këta njerëz që nuk na intereson çfarë mendon publiku jon. Unë kam përzgjedh për disa nga çështjet që ne folëm në këtë pjesë të parë, një seri komentesh. Për shembull, artikulli për kullën 20 kaçë që thamë është tek Kopshi, tek Nisenishi. Një zotëri me emrin Ergi ka thënë, po ja se do pyesë njëri portalin tuaj. Kjo është komenti. Shpejt. Këto do të paraqes herë. Ai tani nuk e din që se do na pyesin apo jo, se ne edhe na kanë pyetur për rastin e fjalë, por që ne mund të themi që ne nuk vendosim për fatin e ndërtimeve në qytet, por ne ndikojmë opinionin publik më aq sa mundemi për çfarë po ndodh në qytet.